Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Vllazit e nderuar, sonte kam vendosur me fol për përngjasimin e muslimanëve apo disa prej muslimanëve që i përngjasojnë jo musliman, e sidomos moralet e pabesimtarëve. Plot prej besimtarëve, s'po them muslimanëve, prej besimtarëve po i përngjasojnë jo besimtarët. Ndërsa Muhamedi alayhi salatu wassalam ka thonë: "Men tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum." Kush i përngjason një populli, ai është prej tyre. Një prej librave që e kam përgjedhur i Sheikh Abdul Malik Ramadanit, hafidhahullahu taala, ky libër është botuar prej tij, edhe thot ajo që më ka shtyer që ta shkruaj këtë libër është fakti se shumë musliman po ndikohen prej kufarëve, e sidomos po ndikohen prej pasurisë kufarëve. Ai ki po për shembull musliman të shkërit nëpër komente kur i sheh i qesin vendet e muslimanëve të cilët janë të varfëra, apo edhe në anën tjetër e qesin Evropën apo vendet e shtetet e ndryshme të Evropës, dhe çfarë thonë që ku kanë arrit ata me pasuni. Që ku kanë arrit e çure ku jeni ju. Po ta shtrohet pyetja, a do thotë që krishterizmi i tyre ka arrit në çat gjendja? Jo, laicizmi, sa ata janë shtet laik, nuk janë shtet krishter. Nëse shikohet. Shteti krishter i tyre, unë më herët e bona një video, është i lëmë me gjak. Mesjeta atyre ka vra, ka myt, ka masakru shkencëtar. Veç pak që nuk ka shku vijës kishës, i kanë vra, i kanë masakru. Ndërsa te muslimat është këtë ndryshe. Ikra, ajeti i parë, lexo, në emrin e Zotit tot, të kanë nxit në studim. Edhe nëse bie ndesh një shkencë, edhe pse shkenca, domethënë, tamam që është shkencë, që hulumtohet, nuk bie ndesh me fen Allah subhanahu wa taala. Mirë, po ka raste gjatë hulumtimit mund me gabu shkenca, atë normalisht i shtrojmë argumentet përpara, nuk të mbysune, po të them gabim e ki, hajde të këshillomi në mes veti. Ndërsa ata çka kanë bë, sigur me thon kisha u kon nalt, po çka ka qenë? Ka qenë inkuzicion i kanë quajt, i kanë mbyt, në turr drunve i kanë shti. E ata po na kallzojnë neve për fenë e paqes, duke na thonë neve terrorista apo ekstremista apo ku e diunë. Fatkeqësisht musliman po ndikohen tash prej rrymës, do të thotë evropiane, perëndimore, që kanë pasuni, kanë ligje, kanë rregulla, kanë edhe këto e nin më e keqja vllazni pe besimtarëve. Që kjo është më e keqja, që të po të dhem më shumë. Se muslimanët në përgjithësi që mashtrojnë, që s'ngojnë derse, është diçka tjetër. Ama një besimtar 5 vogët që është, me shkumi me livdu mua ato vene, e vendin ton ti me shajt, o këtë këqia nëse i ki në Kosovë. A jebe që të musliman? Të Allah je shumë ma i nalë se sa i kafiri. Pse se ki të uhit, ki la ila ila Allah, Muhammed Rasulullah. A i të tashon Allah, tashon pejgamberin s'ta beson librin, Kur'anin, po ky po rran, ky po mashtron, se unë i kom po disa besimtar jashtë për shembull, një prej sebepeve apo kapën veç, thot kum pas punë me çto, s'm ka rajt në fjalë, më ka rajt, ku e di unë, ani, kni, mirë dhe këto janë gjunohe, por nuk nxjerrin mbi fis. E tash pse qëto i ka eduku atje në Evropë ligje se i vjen dënimi në shpe, jo që janë më të mirë ata se na. Po për shkak të porës, i ka eduku ligje, edhe tash tu mendu se ata janë njerëz të mirë. Jo, përkundrazi, na kemi tauhidin e Allahut subhanahu wa taala. Mjafton thot ky fakt nëse nuk marrim parasysh për momentin kufrin e tyre. Subhanallah, Allah e ka potencu në Kur'an që pothuaj se qiejt shpërthejnë nga ato që thonë ata për Allahun ton, për Kur'anin ton, për Muhamedin a.s. A di që Muhamedit a.s. ata i thonë satana, shejtan i thonë, edhe ti po don me pas dashurin ndaj atyre njerëzve, po themi tek puna dashurisë ndaj zemrës, sepse ti duhet mos sjell mirë, mos të keq kuptohet, edhe ndaj kafirit ne në marrëdhëniet ndër njerëzore na duhet mos sjell mirë. Po flasim dashurinë dhe urrëtin duhet me pas për hir të Allahut. Pastaj thot çka toka po thuaj qahet, malet për paksa nuk shkulen, edhe nuk thërmohen nga zemrimi i tyre, që e shkelin të drejtën e Allahut apo tauhidin. Kafiri kolonizator ka kolonizu vendet muslimanëve. Pse i ka kolonizu vendet muslimanëve? Pse rro perandoria osmane vllazni? Pikërisht nga vetë muslimanët, se u largun fes, Allahu subhanahu provoi me pushtues të huaj. Ka desht Allahu subhanahu wa taala na shpëtua. Po mos harroni, nëse na vazhdojmë me gjunohe, vazhdojmë me kufriate, me shirkiate, nuk është e lagët që mund me të sulmu prap shkallë. Pse? Se kjo është ligji i Allahut në tokë. Andaj duhet më kthy dinit Allahut subhanahu wa taala. Nga kolonizimet që janë bë vendeve të muslimanëve,
edhe ka ardhur deri te ajo dashuria ndaj kulturës huaj. Ti kulturën tonë ndaj ke vëlla, ti je musliman. Pse s'ja morish të mirë ato të shkencën që ata kanë hulumtu? Shkon më të këqija ti merr. Burr me burr martohet atje, jo, kultura duhet me marr na. Me kofsh duhet me marr na. Gjitha të këqija që ekzistojnë perëndim na duhet me marr e çat herë na jemi të kulturalizuar. Na kemi marrë një kulturë të mirë evropiane apo fatkeqësisht. Fillimet e këtij problemi lindën nëpërmjet disa muslimanëve, të cilët u dërguan në ato shtete që të mësonin gjërat e nevojshme. Qëllimi i vendeve muslimane është që nëse me një vend musliman nuk është një shkencëtar, nuk është një doktor, ku diun një shkencë caktuar, hajde ti çojmë në Evropë. Këtë në rregull është kjo. Këtë në rregull. Mirë, po çoj një vëlla musliman apo një besimtar që e din fin. Mos e çoni njëri në vendet jo islame sepse ai ka mund ndiku prej kulturës atyre. Edhe çat kulturë pastaj kam ta sjell ty në vendin tënd. Edhe kam ta prish fëmin, edhe gjitha gjërat kam i të bëjnë në vendin tënd. Më ka treguar se ekziston një kategori e këtillë njerëzish të cilët sot janë profesor, edhe i këshillojnë njerëzit duke ja livduar ato vende, duke ja bë parajs. Falë Allah të asgjë kohëve të fundit mo edhe ekonomia ka rro atje në Evropë, tash shqiptarët shkaku i ekonomisë po largohen. Apo s'po shkojnë. Një pjesë e besimtarëve ka deshtë Allahu Azza wa Jall, po largohen pe tynve, hijret inshallah kanë fi sebilillah, edhe po bëjnë ndryshime në vendin tonë. Nuk është më koha që shkon para 10 vjetë këtu, senet kanë ndryshuar, njerëzit po punojnë, vllaznia po punojnë përgjithësi, na duhet me forcu vendin tonë. Apo. Pastaj thot çka? Thot udhëtojnë, domethënë i nxisin njerëzit të udhëtojnë vendet e kufarëve në mënyrë që të jetojnë me ta në shtëpiat e tyre, subhanallah. Ka qenë ajo, më duket, u kon një lloj nxitje që me shku edhe me jetu në për shtëpitë e jo muslimanëve, që domethënë mi mësu. Shkon për shembull i kqyr plakat, plesht, ku e diunë vetëm për me mësu gjuhën, sa më mirë. Ai e ka mësu gjuhën, po pa ki shumë rrjedh që ne fola anglishtën apo një gjuhë huaj, jo shqiptare. Mirë, po ta ka marrë edhe kulturën e çati plaku. Edhe çat kulturë ti pa e sjell në Kosovë vëllai. A pishini që tash këto organizate që në bazën kryesore e kanë në Evropë, pi atje po na shajnë neve. Qyrni në për video, krejt pis visës, pi ku e diun në vendet të ndryshme, duke na shajt edhe duke na sulmuar, apo. Pra ky lloj profesorët të tjerë si ky propozojnë përmirësimin e gjuhës duke shkatruar zemrën. Këta njerëz, edhe pse shfaqen gojë ëmbël, thot shpesh herë ummeti ka shijuar thot hidhsinë e tyre. Bukur. Ti miqësos dhe ti duash besimtarët është prej bazave të fesë, vllazni. El walaja edhe beraja është prej bazave të fesë. Me dasht edhe me urrejt për hir të Allahut, ti jeni gratë në altë. Më kallëzoni ju mu vllazni. Nëse kërit të mirat i kitë festi, jetu boj ibadet, nëse jeton në mesin e ju muslimanve, që kjo bazë kam të largu. Është problem me mbajt. Pse si kemi pa disa rregullina që janë atje, rregullsi. Kemi pa rrugët e drejta, s'kemi pa që gjujnë në rrugë, apo ligji funksionon me një aspekt, apo gjitha këto gjëra, bile dhe musliman thot, me bom ma shajt mjekrën mu e shtin burka e filoni, apo kupton. Pa i bën çato gjëra, mirë po në underground, po në kundërteja ai. Është i meçët, nuk është si na, që veç direkt i mshojmë dikujt. Ai përpara ty të paraqitet se është për drejtave tua, apo të lejon ezanin me tjerë. S'po të lejon. Apo lejon xhamia me bo. S'lejon. Vesh ta lejon një mesxhit që atë një lloj organizimi, organizata dhe zguxesh me thirr me zot nalt. Çfarë drejtë është? Ndërprarimet që shtash të pakundërshtueshme të fesë tonë janë dashuria për besimtarët dhe miqësimi me ta. Thot Allah subhanahu wa taala, thot miqt dhe mbrojtësit tuaj janë vetëm Allahu i dërguari i tij, besimtarët që falin namazin, japin zakatin, duke qenë të përulur ndaj Allahut, ata që marrin për mik e mbrojtës Allahun, padyshim thot, dërguar dhe besimtarët, padyshim janë pala Allahut, është e pamundur të bashkohet në zemrën e besimtarit një njeri që e kundërshton Allahun dhe pejgamberin me dashje. Nuk bësh me dashje. A keni vrit këtë prej jush? Në fillim s'kemi fal namaz. Kemi qenë ajo gjenerata që, do më thonë, jemi konë gjahiljet, pak, ka deshtë Allah, për pos disa vllaznive që prej fillimit ja ka nis fes, edhe, do më thonë, momentin kur ne e kemi nis fes, me njëherë ndryshë shënja. A keni vrejt? Edhe hiq mës me dashti mi u largu asaj shëshnis. Ata vetë kanë mu largu për teje. Se si shkojnë muhabeti.
Apo të nuk i shkon muhabeti. Ti e ki ndryshe muhabet, ti e ki për fe, në kuadër të halallit, ai e merr një muhabet tjetër edhe normalisht më prishet ai bashkëpunim apo në mes veti. Dhe thot Allah subhanahu wa taala, o ju që keni besuar, mos i zini armiqtë e mi dhe armiqtë tuaj miq e shok. Qëre. Armiqtë e mi thot. Kush janë armiqtë tu? Ata që e kundërshtojnë Allahun dhe dërguarin e tij. Edhe mos i bëni thot miq. Po kjo nuk do të thot prap mos mu sjell mirë. Ti ke mështeri kafira, ke mështeri jo musliman. Ti do të mos sjell mirë me treguat moralen tënd. Ama kur të vjen te miqësia, kur të vjen te shoqërimi, qëllimi më kon veç më udhëzu. Nëse qëllimi është veç më e lëngje që thënë turqit, apo kupton hajt, po u piko, kjo s'bën. Në fen ton nuk bën. Qëllimi është të thirrni një kafe që më kallzu fen Allah subhanahu wa taala. Thot transmeton nga Muadh ibn Anas al-Juhani se profeti alayhis salam ka thonë çfarë? Kush jep për hir të Allahut, kush jep për hir të Allahut. Thot kush ndalon dhënien për hir të Allahut. Thot kush don për hir të Allahut dhe kush urren për hir të Allahut dhe jep të afërmën e tij për martesë dikujt për hir të Allahut, thot e ka plotsu imanin. Ju ka plotsu tot imanin. Këtë çto do të thon po i përmend Muhamedi alayhis salam dhe baza është kush don dhe urren për hir të Allahut, ju ka plotsu imani. Pastaj të tërheqin vërejtjen të shkujdesurve që të mos mashtrohen pas dynjos së kufarve. Që kjo është thënie më i madh subhanallahu te muslimanët, se vetë Muhamedi alayhis salam na ka kallëzuar që muslimanët kanë me ngaran pas dynjos. Apo kupton vetë edhe natyra e njeriu është që jo rastësisht Muhamedi alayhis salam ka thonë jepni dhurata që të duheni, apo dhurata është pasuni. Po. Dhe ti kur të jep dikujt parë, kur të jep dikujt pasuni, kur të jep dikujt dhurat, domosdoshmë natyra të bën që ti me dosht ato. Ai ki po për shembull dikush ta çet një cigare, ata që e pin cigaren, edhe për shkak një cigares ti diçish e bën një lloj shoshnie, apo të korrupton për një cigare. Edhe jo rastësisht kanë thonë ulemaja, po edhe feja e thot që në vend të punës nuk lejohet me dhënë dhurat. Pse? Se hyn rrushfeti këto. A be kuptani? Më ka zënë një vëlla më herët. Tha derisa nuk e kuptova unë çështjen e rrushfetit dhuratës. Rrushfetit në vend të punës i jepsha një doktorit parë. Edhe kur e kuptova, tha pi them doktor më bëh halal, po feja ime nuk ma lejon me të dhonë, dhe më thonë këtu si ti jetu punu, jetu marrë rrogë për shtetit. Shteti po t'jep rrogë, edhe ti nuk e ki të drejtën me marrë pare. Se në momentin ti kur të merë pare, ki me shkel ato që s'tjep pare. Se vetë qështuar, natyra e zamro qështuar. A dhe që i tha doktori? Ani tha, mas e një institucion s'lejo, tha, po dolin që aty një shepaptore, shkëm mi e paret. Para mëna. Më gjithë që derin që gjendje, ka ardë puna. Kjo nuk nënkupton nëse ki presion, që shtot Shekh Albani rahimahullahu taala, jenë kufi, edhe doganieri ku e di unë ata polis që në ata, nuk për të qenë pa dhënë para, a e mërë gjunojnë, ti për veti nuk ki gjuna. Për natyrës e njeriut është ta doj dynjon dhe ta lakmoj pasunin. Kjo është vetë ka kriju Allah Zotja. Shikoni që ka thot Allah Zotja, suratul Ali Imran, ajeti 14. Njerëzve thot u është hieshuar dynjoja. Thot dashuria për gjërat e dëshiruara, për gratë, thot, qëre, për fëmijët, arin dhe argjentin. Thot e grumbulluar, kuajt e bukur, bagëtit dhe arat e lëruara. Këto e në knacit e kësaj bote, kësaj jete, por shumë më mirë është këthimi tek Allahu subhanahu wa taala. Andaj, tash na kur flasim për pasuni, nuk po themi mos me punu, po mos tjetë qëllimi i pasunisë. Pasunia le tjetë mjetë, pasunia le tjetë mjetë. Une i thom shpesh atyve që shkojnë në përgara, sa në një të Kur'anit e kështu, i thom, a mën rune sinceritetin. Rune sinceritetin. Dhe kur ti merë parët, mendoj që nuk është qëllimi parja, po në përmjet parës që të nkry një vepër të mirë që ke me bo. Për shembull, ai more parët, more një shumë të parëve në gara, ke marë, për me studiu që e menen, për me kry haxhin, për me kry umrën, për me ndihmu dikonin. Nëse është që ky qëllimi, atër me letë Allah, ti kish problem tek Allahu Azza wa Jall. Ama jo qëllimi, më kon veç mbledhja pasurisë, pa asnjë qëllim, domethënë të ndihmët, pa asnjë qëllim ibadeti, apo ose normalisht kur ti punon, nëse i ke qëllimin me ushqy familjen, ti kish problem. Apo ta, më thon kish problem, është një vije holl që duhet me pas shumë kujdes në këtë gjë.
Thot shkaku i kësaj është se njeriu dëshiron të ketë ato gjëra përmes të cilat përjeton kënaqësi. Dhe kënaqësia e atij të përshpejtuar e gjen dynjë dhe zbukurimet e saj. Kënaqësia e dynjës ndikon te kërkuesi i tyre. Ndërsa kush fiton me padrejtësi është si shembulli i atij i cili ha por nuk ngopet. Po më thonë normalisht nga në përgjithësi jemi për vllaznive që e mundohemi në centimetra me këshyr halallin që mos mi hin hak askujt. Të dashuruarit pas dynjos dhe ata me besim të dobët hedhin vështrimin e tyre te qafirat. Qëra ata ku kanë shku. I theshin hoxhës, qëra kanë shku ata në honë, kanë shku e ti hala po mirësh me gishtin. Po mirë dhe apëtën hoxha me shku në honë, hoxha të kalëzën fit, ti shko në honë. Edhe unë e marë piteje pësej. Hoxha e ka drejtimin e vetë, ti e shkencëtar, ti e doktor, edhe qka është budallaki me thonë, Evropa ka arrit me shkencën e vetë, qëfar shkencë të madhe ka bo në aspektin e mjekësis, në aspektin e teknologjisë, ku e dione, e ti hala po mirësh me gishtin namaz. Po shka me të kalëzu hoxha? Hoxha së shkencëtar. Edhe na i kemi shkencëtar tonë, studiojnë, i hulumtojnë, edhe i nxisin me hulumtu, edhe ka që kry puna. Për shka po akuzon film? Thotë Allah subhanahu wa taala, kushtu ai Karuni doli para popullit të tij i stolisur. Ata që ishin të dhënë pas jetës kësaj dynjaje thanë, sikur edhe ne të kishim ashtu si është dhënë Karunit, me të vërtet ai është fatlëm. Vallai nuk o fatlëm. Nuk o fatlëm pasunia, nëse nuk ke din sa dush pasuni që këqyri kreti dini jo, ata që s'falin namaz, ata që s'jën të lidhen me fejt, kanë bovaki pasuni po s'jën ratë. Pasha Allah nuk jenë ratë. Kanë pasuni si adin s'kajnë. Mirë po s'jën ratë në shpirtë, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala dikujt ja mundëson me shku për shembull numre, me shku në haqë, me shku ku e diune, që atë porën e fundit e ka shkon, dikush me miliona ka, një umre, 1.000 euro, s'u shkon. S'u ne krynë, Allah. S'u ne krynë. Pse se s'ja mundëson Allah zëvëgjel. Kretë është tek sinceriteti me Allah, subhanahu wa ta'ala, thotë Allah zëvëgjel, të mos ju mashtroj bolloku i pabesimtarve, që sa bukur për thotë Allah, të mos ju mashtroj bolloku i pabesimtarve, dhe bredhja atyre në për tokë, ajo është një knatësie pakt edhe kalimtare. Që ta shqet, tak ta bjerë me laqja, ta dërgon me laqën Allah zëgjel, me ta ma shpirti, ku e kija pësë? S'ki kur gjo? Icë, veprat e mira kanë me dalë para Allah subhanahu wa taala. Thot, e pastaj vendbanimi i tyre do t'jetë xhehenemi dhe sa vendbanimi i keq është ai suratul Ali Imran 196, 197, dhe thot Allah zëgjel, dhe mos i hidh syt me lakmi drejt gjërave të cilat ne ua kemi dhënë disa prej tyre jo besimtarve, si knacit kësaj të jetës kësaj bote, ashtu që ti sprovojmë me to, sepse shpërblimi dhe risku i Zotit tënd është më i mirë edhe më i vazhdueshëm. Një prej kurimit vllaznit dhe vetvetes, na si besimtar, çdo herë kçyrim, ta kçyrim ai që është nër teje. Nëse kçyrni ai që është nër teje, e kuroni vetvetet. Pse? Se falenderoni Allahun. Allah unë qatë kërë që e kom, kur typim me nëj kërë ma dopë, thëmë alhamdulillah. Hypim në kërë tjetër që dridhët e sen e kodiona, apo kupton? Kur e këqyri kërën tem që është, po fëki afër saj është, apo kupton? Po që është pak më stabil, thëmë alhamdulillah. Ky që i dridhët pak kërë, ku ta shet dikonin me djersa, me sene, që s'ka kërë heq, ka 2-3 orë që i hecë e sen, thëtë alhamdulillah. Çdo herë këqyrën që është, ma poshtë, mos shkoni ato ma nalt, po shkut ma nalt, nuk keni me falenderu Allahun azza wa jall. Ma thonë, nuk keni me falenderu. Kjo është një kurim i mirë që në ka të regu Muhamedi alayhi salatu wassalam. Transmetohet nga Ukbe bin Amir, nga profeti alayhi salatu wassalam, sa i ka thënë, nëse sheh që Allahu jep një robi, çfarë të dëshiroj nga dynjoja? Që subhanallah. Të në është e kundërta. Shqiptarët, ku ta shohin dikonin, që Allah zgjeri ka dhënë pasunishon, tankuon, ndron femna, shkon ditna, shko ku e diun e gjdo, s'po thom që s'lejohet me shkon ditna në halal nga të Allahut, po du me thonë, dynjoja ju është dëdhon, edhe nuk e sprovon Allah zëvëgjel, me bela, edhe me fi s'është kërkon, po nësë filani, thaj. Apo? Qërë pëshe? Ati 5 vakte i falë, tankuon të punu, sprovat mdhaja, belat mdhaja, thot qëta Allah i s'fedan. A unë qështu të ne, a thajmë qështu? Qështu thajmë vla? Shiko Allah, që për dhëtë pejgamberi sa. Nëse sheh
që Allahu i jep një robi çfarë të dëshiroj nga dynjoja. Këtë mirat e Zotit ja ka dhënë Allahu azza wa jall. Megjithëse ai është zhytur në gjinohe. I shohim, ka plot njerëz. Thot, dije se ky është përshkallëzim që Allahu i bën këtij profeti. Është e përshkallëzuar me çun xhenem. Futu hala më shumë. Futu. Momentin kur të kthehesh, Allahu azza wa jall ta çon në bela. Me këqysh sa je i sinqert me Allahun azza wa jall. Ka pas rast kurzo vol namaz për herë të parë po vjen për fal xhumon, kpucat 150-200 euro ja kanë vjedh. Edhe çati shejtani me të godit, ama ta lere se s'kish kur gjobi kësaj gjëre. Shkova për hir të Allahut, mi vëllën patikat. Patikat më të reja. Pas prov për ty. Pastaj lexoj ajetin, kur ata i harruan, i lën pas dore këshillat në të cilat ju tërhoqë vërejtja, ne u hapëm atyre dyert e çdo begatie. A peshini që s'është kusht me dhon Allahu pasuri që ty po don? Nuk është kusht. Nuk është kusht me thonë që ky është i keq e nuk t'i jep Allahu pasuri. Jo, ky varfri është subhanallahu është sprov për të pasurin. Sa ky po i pasuri për dimon të varfrit. E sa ky i varfri po bën sabër në caktimin e Allahut. Nuk këtë sene ju në qift diqysh. Do tani kundër të asaj. Thot, pastaj thot, derisa u gëzuan për atë që ishte dhënë, atëherë ne i morëm befas në ndëshkim. Befas. Tamam pasuni. Harroj Allahun, befas i ndëshkuam, e ata u zhytën në zhgënjim dhe ndëshkim, se të enam ajeti 44. Buhariu po ashtu ka transmetuar historinë dhe Muslimi, kur Omer ibn al-Khattabi hyri tek shtëpia e pejgamberit alayhis salam. Hazreti Omeri, Hazreti Abu Bekri tan kon ka qenë me pejgamberin sa. Edhe një ditë po i Hazreti Omeri te shtëpia e pejgamberit alayhis salam. Çka më pa shtëpinë e pejgamberit alayhis salam? Vallahi pallotet na I kemi. Veç me krahasu vetveten. Shtëpiat na që I kemi, edhe shtëpinë e pejgamberit alayhis salam, të vjen turp mi dal nesër para Allahut, para pejgamberit alayhis salam. Shiko modestin dhe u habit nga modestia pejgamberit alayhis salam dhe nga plaçkat e pakta në shtëpinë e tij, ndër të tjera Omeri tha. Hyra tek pejgamberi alayhis salam, ai ishte tha I shtrir. Mbi një rrogoz, pa pasur mbi të shtroj dhe kallamet e rrogozit, kishin lënë shenja në trupin e tij, subhanallah. Shenja në trupin e tij. Ndërsa na nëpër nuk kur ta shohim që s'po na merr gjumi mirë, shkojmë I marrim syngjërat më të shtrejta. Vetëm për më na zon gjumi. Ndërsa pejgamberi alayhis salam nuk po thon mos më marr, mos keq kuptohet, po du me thon këtyre çfarë modestie dhe çfarë jo pasurie ka pas Muhamedi alayhis salam. Ka qenë I varfër. Më thon ka qenë I varfër në kontekstin e sotshëm. Thot ka lënë shenja në trupin e tij, ishte I mbështetur në një jastëk prej lëkure, I mbushur për brenda me dekurme, I dhash selam, kur e pash me buzëqeshi. Dhe tha pastaj hodha shikimin dhomën e tij, por vallai nuk pash diçka tjetër në cilën do të ndale shikimi I tyre, shikimi im, vetëse 3 lëkura të varura për të tharë. Thash luta Allahun që me ta zgjeru riskun. Luta Allahun që me ta zgjeru riskun, ja Resulallah. Umetit tënd. Sepse thot persët edhe bizantinëve ju ka dhënë Allahu azza xhel pasuni. Njëta gjosat. Kështu në Evropë, kështu në ato shtetet e mëdha, kështu në shtetet e muslimanëve, pse shtetet e muslimanëve ka shtete që tash janë shumë më të fuqishme, më pasuni, po flasim ato shtete që s'kan pasuni. Kështu në çfarë pasuni e kanë ata kështu në. Edhe çfarë pi thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, lutë Allahun umetit ton me na dhon pasuni. Thot a peshini Persinë dhe Bizantët, çfarë pasuni të mëdha kanë. Ju është dhënë riski gjërë dhe është dhënë dynjoja me gjithsa ata nuk e adhurojnë Allahun. Pse çtu është ajo pika. Këtynve ju është dhënë dynjoja. Me gjithsa ata nuk e adhurojnë Allahun azza wa jall. A peshini që nuk është kusht mu kon besimtar që Allah me dhënë dynjon të? Qafiri më I madh I dynjos, edhe je më I poshtri, edhe je më I pasuri. Profeti alayhis salam siç ishte I mbështetur tha, apo dyshon o biri Khatabita. Çfarë fjalë të thonë? U nervozu Muhamedi alayhis salam. Domthon pse pas kanë qafirat pasunit apo dyshon, a? Se I tha, edhe pse ata pe mohojnë Allahun, Allahu ju ka dhënë pasuni. Atëherë
ata e njerëzit të cilëve u janë përshpejtuar të mirat e tyre në jetën e dunjos. Të na kemi botën tjetër të mirat që syni si ka pa, veshi si ka dëgju, as në mend s'mundesh me perceptu se çfarë të mirë Allah ka me thonë besimtarë në ditën e gjykimit. Pastaj thash o Resul Allah, lutë Allahun të më falë mua. Bona gabim. Që thash ata përkundër asaj që premohojnë Allahun, Allahu ka dhënë pasuri, lutë Allahun që më falë mua për këtë gabim që e bona. Ndërsa në një transmetim tjetër të Muslimit thot Omejri tha hyra tek pejgamberi sa ai ishte i shtrir mbi rrogos, u ula dhe ai mblodhi i zarin, pjesën e poshtme të rrobës. Dhe kishte mbi trup, nuk kishte mbi trup, veç ti atër vërreta që rrogozi kishte lënë shenja në trupin e tij. Hodha shikimin nenën e pejgamberit alayhis salam, ku e ruanin ushqimet, dhe pasha aty kishte pak elp, një sa, më thonë 2 kg e gjys. Thot dhe një lëkur të varur më rodhën syt. Omer ibn al-Khattabi tha, më rodhen lotët e syrit, edhe i tha Resulullah sallallahu pse po qana o Khattab, o Ibn al-Khattab, pse po qan Ibn al-Khattab, thash o i dërguar Allah, e si mos qaj kur rrogozi ka vend, do të thonë rrogozi u bë sebeb që vija t'jen trupin tënd, në shpinën tënde. Nuk ka mujt më rahatu në atë krevetin e vetë që ka qenë për kundër asaj që ka qenë i përzgjirë një Allahut. E ka përzgjirë Allahu azza wa jall. Ti a ki, vallaj, maj vafi, maj madh, të na nuk i ka këtë sene shtu. Këtë mirat i kemi. Këtë mirat. Falë Allahut azza wa jall. Pastaj thot, i dërguar e Allah, si të mos qaj kur rrogozi ka lënë shenja në trupit tënë, dhe në anën tënde nuk shë tjetër vetë se ato pak gjëra, ndërkohë që Kajsari dhe Kisra, më thonë persianët bizantinët tani, thot shjojnë lloj prodhimesh dhe lumeni rrjedhin pranë tyre me gjithë se ti i dërgumi Allah dhe i zgjedhur i tij. O Ibn al-Khattab, a nuk je i kënaqur që ahireti të jetë për neve? Ahireti të jetë për neve. Po shkon vëllazë, 47 vjet i kam. Këti kemi 40, 45, 20, 30, 40, hajde, sa dushti, po shke, i lojmë krejt. Që ato veprat e mira na përcjellin me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Dhe thot dhe për ata tjetë dynjoja, duke qenë se kjo dynjo është e pavlerë, thot Allahu azza wa jall, secilës palë, atyre dhe këtyre u japim nga të mirat e Zotit tënd, dhe dhënia e Zotit tënd nuk është kufizuar, shiko se si ne i kemi dalluar disa mbi të tjerë. Dhënia e dynjos dikujt nuk do më thonë nderim për ta. Mos e merrni si bazë, si rregull, kushdo që Allah e ka dhënë pasuni, ato po e don Allah, jo, nuk është rregull. Po nëse nuk i jep, nëse i jep, mos thuj që edhe se don Allah azza wa jall. Se nuk është rregull. Nuk është rregulli pasunia. Rregulli është ti sa je i lidh me Allahun azza wa jall. Veç të mendojmë sot në sabah jemi çka kemi bë për Allahun. Alhamdulillah, këtë falim namazin. Mas namazit çka kemi bë? Cilat janë ato veprat veç ti qesim në rand gjatë një dite apo gjatë një javë. Sot çka bona për Allahun. Ndërsa punët e dynjos 99.9%. Apo 1%. Hajde po e zonë 10% se na 5 vakte ne falim alhamdulillah. Po ata që s'falin hiç. Ata që s'jon hiç me fe i kërkon. Në spoko po e falim namazin alhamdulillah. Me çat namaz kemi me dal, spoko që duhet mi shtu normalisht. Po ata hiç s'falin namaz. Asa çare mas namaz as kurço. Pastaj thot Allahu azza wa jall, njeriu është i tillë, që kur Zoti i tij e sprovon atë duke i dhënë mirësi e nderim, ai thot, Zoti më ka nderuar mua, por kur ai ja pakson furnizim dhe të mirat për ta sprovuar, ai thot Zoti më ka nënçmuar. Mos thuaj kështu. Të ka dhënë të mira për një moment po ta ndal. Mos thuaj më ka nënçmuar Allahu azza wa jall. Sprovosh për ty. Pastaj thot Ibn Mesudi ka thënë, me të vërtet Allahu ja jep këtë dynjë atij që do dhe atij që është fjalë të madhe. Ibn Mesudi thot, Abdullah ibn Mesudi, një prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot Allahu ja jep thot pasunin dynjon atij që e do dhe ato që nuk e do. Ama din ja jep atij që e do. Shpresojmë tek Allahu që jemi në këtë fjalën e Ibn Mesudit. Ato që do ja jep dinë Allahut azza wa jall. Kujt ja don Allahu të mirën, ju faqihu fi din, e bën të ditur në fe, mi kuptu meselet.
thot, por nuk ja jep besimin vetë se ati që aje do. Prandaj kur Allah e do një rob, ja jep ati besimin, imanin ja jep. Po ashtu pejgamberi sa ka thonë, sikur kjo dynjë të vlente tek Allahu, sa njëri krah i mushkonjes. Sa o krah i mushkonjes? Subhanallahu, një mis, krah. Sikur të vlente sa një krah i mushkonjes, atëherë nuk do ta lejon të kafirin që të fiton të prej saj, as edhe një klënk ujë. Nëse besimtari e sheh që dynjoja e ka rrëshqitur nga duart dhe i është dhënë kafirit, të mos pikëllohet me lejen e Allahut azza wa jall. Nuk ka nevojë më pikëllu. Sigurisht që ne të kemi dhënë 7 ajete që përsëriten thot Allahu në suratul Fatiha dhe Kur'anin madhështor. Mos e hidh shikimin tënd me lakmi në ato që ne u kemi dhënë disave prej tyre kufarve. E as mos u brengos për ta dhe trego modeste i but ndaj besimtarve, dhe këtu i nxjerrim disa përfitime. Ati që Allah i ka dhënë Kur'anin, le ta di se ja ka dhënë gjitha të mirat. Kur'anin, pasimin e Kur'anit. Allahu na ka ndaluar nga hedhja e shikimit me lakmi në kënaqësitë e kufarve. Allahu udhëroi që muslimani të tregohet modest, e kështu me radhë dhe për fund e kemi ndalimin e përngjasimin me kufarët, përngjasimin me pamjen e jashtme sjell si pasojë përshtatshmërinë dhe një llojshmërinë mes të përngjasuarve. Vllazni, pamja e jashtme e një njeriu bën që me kalimin e kohës ti me fillu edhe me pas bindjen e tij. A keni pa për shembull disa fëmijë apo ko e dione, për shembull që vishën sikur kufart, sikur këngëtar, apo çikat e reja të muslimanëve të shkret, jo vishën si një femën pabesimtare. Kjo gradualisht të bën që fëmia jot nesër çka me marrë dhe besimin e tyre. Që e vogël fëmia, çika është 2 vjeç, 3 vjeç, s'po thëm me mbulun qatë mosh, se ka fars, po bën një, subhanallah, të dashur mbulesën, që t'ja shajnë, letanin, atë, po themi në klapa feminizmin, se jo si kur feminizmi këtyne, atë femrurën e vetë. Të na e kundër tashu, e shojnë për shembull djali është i bukur i hishë, o çika nonës teme, ku ta shohësh nesër veç bot LGBT. Po ti për mësësh për fillimit o vlo. Për mësësh për fillimit. O qika jeme, si qika shkoni arrit flokë të sen, a i kada ka dole, kur ta shenë nesër veç bot, femën bot o vlo, qik bot. Ma duhet me pas kujdes. Prindi shumë duhet me pas kujdes, sepse e dëmton. Thot, ai që vesh robat në gjashme me ato djetarve, që ka me përjetu vetin? Ka me një vetin si djetar. Ai që e vesh një veshje të punëtorit, ka me një vetin si punëtor, si mjeshtër. Ku do më veshti si këngëtarët e ko e diune? Pas kësaj duhet të dije se mos përngjasimi me kufarët është nga bazat e fesë, thot Allahu subhanahu wa ta'ala. As qifutët, as krishterët, kur nuk kanë me qenë të kënaqur me ty. Qëra, as jahudit, as krishterët, kur s'kanë më konë të kënaqur me juve. Deri sa të ndjekësh fenë e tyre. Qëra, pi alkohol, bën zina, LGBT, drog, ku e dione këtë senet bëni. Në fund thujo musliman, e ka me të rejtë. Veç musliman, thujo kërpuna. Kretë zizat bëni si ajë. Që shka thonë pejgamberi sa po qoftë edhe nëse bëjnë zina me nonën e vetë, ju keni mi pasu ata, hap pas hapi, bile nëse futën edhe në vrimin e hardhucës, ju keni mi futë brana, mirë po, si të la ilaha illallah, prapë thëtë si e jemi. Pse po e pasën më tërë? Ti e ki fenë tonde, ti e ki kulturën tonde. Thëtë shiko, nuk kanë më konë të kënaqur deri sa thëtë ti të ndjekësh fenë e tyre, thua jo. Vërtet që udhëzimi i Allahut është udhëzimi vetëm, e nëse ti do të ndiqet dëshirat e tyre pas asaj diturie që të ka ardhur, atëherë nuk do të ketë kush të ndihmoj dhe të mbroj nga Allahu, që futet mlefoseshin nga pejgamberi alayhi salam, që i kundërshtonte në çdo pikë, vllazni. Para mëne i ka kundërshtuar edhe në marrëdhënie intime, në marrëdhënie seksuale i ka kundërshtuar. A diku i ka kundërshtuar? Jahudit kur kanë pas gratë e tyre menstruacione, i kanë largu me një dhomë tjetër. Krishterë që kanë bu? Kanë bu marrëdhënie intime me grunëve tukon me menstruacione. Që ka thonë Resulullah sallallahu alaihi wasallam?
për më konë mesatar ndaj këtyve dy umeteve, dy grupeve, ka thonë bëjeni çfarë doni përveç marrëdhënieve intime, përveç organit. Kënaqu me pjesët e trupit, shkurt e qartë për me kuptu ma mirë, përveç marrëdhënieve intime në organin e gruas, sepse është në gjendjen e vetë të menstruacionit. Domethënë edhe këtu i ka kundërshtuar jehudët. Pju kallëzoj një rast Shekh Albanit, kur e kallëzon një sirian, duket ka shku në Evropa, larg diku jashtë nga vendet e jo muslimanëve, edhe thot davet tipi, tu po davet të sena në këni, edhe tha u knaq këshia, tha u knoqa une që po bën davet, po tha një fjallë sikur tha mos ta kish thonë. Tha që e tha? Tha këtu tha jo musliman, tash saksisht s'po më kujtohet, tha musliman tha këmishat i qesin këtu tha mbi bluzën pa e zonë. Ndërsa jo musliman i shtin mrena, tha mu po mjen morë tha mi qitë kështu. Sikur mos ta kish thonë këtë fjallë. E që do me thonë dita? Ti po me thonë që si jesi muslimant, jesi këta tjerë, po? Edhe që aty ka ndërhy Shekh Albani. Subhanallah. E muslimani shkret për më të reguj sosjete, i thënë turqit, e di me sa njëti aktroni, sosjete, qka? E merë edhe hanë me dorën e majtë. Pse se peshojnë ata tjerë? Ha me dorë djatë, Allah. Që vëtë je marë, muslimani jetë? Ma e ki që ama se ka për vlaznive, ju e marë që po falen. Që po falen, ju vje marë mi kalëzu. Pse fsheftas? Fsheftas dhe të mund dikur aj. Aj të mund. Sepse ti nuk po je, burr nuk po je me kallëzu atë vendosmërinë tonë që je musliman. Edhe duhet me ngrit kokën. Më Omer ibn Hatabi ka thonë, kur e ka pa një person që i ka ul kokën shtatën deneksi, molan tamam na jemi të moralshëm, na jemi, domethënë kështu serioz sen, ama nuk shkojmë si çështë ngritë kokën në vllazë ti muslimani. Ti ke tauhid, apo kupton? Tash me ngrit kokën nuk do të thonë që ti më kon arrogant. Ama je musliman o vëlla. Ki tauhid. Ata që nuk kanë tauhid, ata që nuk e njohin Allahun hak, ata që nuk e adhurojnë Allahun azh. Kur'an Allahu ka thonë ata janë mazi se sa hajvanati. Ti pse? Pse s'po e kallëzon ato që ta ka thonë Allahu azh një dhuratë të madhe, apo pastaj thot siç tham bëni me gruan çdo gjë përveç aktit seksual, thot. Po ashtu, profeti a.s. ka thënë, kush përngjason me një popull e tham ajo është prej tyre, dhe thot Allahu subhanahu wa taala. Shikoni ajetin që e thëmë krejt, e ndoshta nuk ju ka rënë në mend se çka nuk kupton kjo ajet. Sa herë ndite e themi, jo në rrugën e atyre që merituan zemrimin tënd, dhe as në rrugën e atyre të cilët humbën. Ghayril maghdubi alejhim waladdallin. Sa herë themi. A di për çka është kjo ajet? Ata të cilët e merituan zemrimin, janë jehudët. Dhe ata që e humbën rrugën, kush janë? Të krishterët. Nesara, të krishterët. Sa herë në ditë themi? Me 10 herë. Edhe po bëjmë dua na tek Allahu subhanahu wa taala, se kjo është edhe një lloj duaje. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Me udhëzon rrugën e drejtë. Sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Jo në atyre që e fituan zemrimin e Allahut, pse se kanë vrarë pejgamber ata. Jehudët kanë vrarë pejgamber dhe unë nuk çuditna kur ata vrasin fëmijë dhe gra dhe pleq në Palestinë. Ata kanë vrarë pejgamber Allah. Çka asi unë e di që se çfarë popull është ai. Unë e di. E krishterët ata devijuan nga bidati. Se futën gjëra të reja dhe devijuan. Dhe devijuan. Pastaj thot nga gjërat e çuditshme është fakti se muslimanët e përsërisin këtë surën, suratul Fatiha, në namazet e tyre dhe fatkeqësisht nuk marrin mësim. Edhe thot sot janë shpikur moda të ndryshme në prerjen e flokëve, duke ofruar lloj-lloj pamësh të shumtuara të neveritshme. Thot pejgamberi sa që shtash hadithën, do të pasoni gjurmët, do të pasoni rrugët e atyre që kanë qenë para jush. Plëm pas plëmbi, hap pas hapi, sa që nëse dhe ata hynin tunelet e gropës e Dabbit është që kjo zvaraniku, ju do të hynit pas tyre, thane i dërgore Allahot, a kje për qëllim që futë dhe krishterë, po tha kush tjetër, qëta e? Po keni pa, krejt, a keni pa në për varriza, veç kryqin mungi të na. Heki kryqin, prej varëve të muslimanve, edhe prej largit këshyre për shkak të emnave, krishterve, po do më thonë, veç emnat që mundesh mi dallu që janë muslimane krishter, mi po prej largut, nëse emnat nuk janë, edhe kryqi nuk është te krishterët, kishin me thonë njësojnë varet. Apo, kreti ki me ato
Ato përmendorët me senet. Mermerët, ku e diun ato kururrat sen, ti e ki dinin të vllajem, nuk ki nevoj me huazu. Jo po, ne i hoq, kur theke ma herët që shto, theke po du të mirë kallxuba alternativ pak fëmijës, ata e kanë vitin e ri, na e kemi vitin e ri hijri, ata e festojnë ditëlindjen e Hazreti Isait, na e kemi ditëlindjen e Hazretit Muhamedit alayhis salam, jo, po shkam me përngjasu. Po shkam, na jemi tonat. I kemi tonat edhe kryet puna. Pastaj thot, shiko në çdo vend dhe do të gjesh se shumica banorëve veshin rroba të ngjashme me ato të ushtarëve të sudimtarit dhe rrojeve të tij në përgjithësi kjo sepse bizotrimi është i urryer, është i tyre. Nëse një popull është fqinjur me një popull tjetër, atëherë subhanallah, na që jemi pak më të vjetër e kemi mrish Jugosllavin edhe kush folke serbisht, dyshim që theshin ky është njëri ngritëm, apo tan. Sot çka thënë? Kush fol anglisht? Kjo është njëri madh. E arabisht, qështu u kon arabisht edhe turqisht e vllazni. Me një farë vakti. Kur musliman kanë sëndu. Kush ka dit arabisht, kush ka dit osmanlisht, u kon njëri ngritur. Edhe njerëzit më të ngritur ka qenë perandorin osmane, për pos normalisht sultanëve që janë konë, po edhe sultan ka pas shqiptarët janë konë. Njerëzit më të ngritur në perandorin osmane, ndër më të ngritur, kanë qenë shqiptarët. Kanë sundu shqiptarët në perandorin osmane. E qysh më thonë ajo është armik i yni? Nuk është armik i yni. Deri në takimin e radhës, subhaneke Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilejk. Allahu ju shpërbleft.